Sa njeriu t'i thu për shembull e ka një telashe dhe i thu të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelal ka dhënë zgjidhje në namazin e natës. Kisë një lidh kur qish këta dia. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastet më të vështira, kur ka pas një breng të madh dhe zor të madh, i ka thonë Bilalit, thirrë ezanin. Erihna bis salah. Na çetso me namaz. Dhe dietarët kanë diskutuar, çish lidhet kjo? Çish lidhet? Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, lidhja më e përshtatshme mes problemit dhe strehimit namaz cila është? Logjikisht smundesh me lidh. Që te keni problem, e keni mos pasqyrë qartë çka më bë, dhe dikush vend thot, a do me ta zgjidh punën po? Qysh? Marr tekbir falu. Çish e lidh? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, e vetmja lidhje e cila e ban me kuptu këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i të dorëzu para atij i cilit ai di me zgjidh punën. Don studione. Allahu akbar, zgjidh me ti o Zot. Padaj të nderuar vëllezër, mos nënçmimi punëve të vogla. Një dhikr, mos bamja një dhikr, ta ndalni punë tjetër të madhe. Mos leximi i Kur'anit, ta ndalni punë tjetër të madhe. Mos dalja me xhamat në xhami, ta ndalni punë tjetër të madhe. Pastaj ti ndros sa dush. Allahu s'provon me pak.